Selamu alaikum wa rahmetullah, të nderuar vëllezër dhe motra, sonte futemi në natën e parë teke në 10 ditën e fundit të Ramazanit. Këtë vit përkon dhe me natë xumaje. Ne shpresojmë prej Allahut të Madhërisëm që vërtet t'i arrim natës së Kadrit. Por nëse don vërtet të gjesh kur është nata e Kadrit, kërkoje atë natë madhështore dhe mirësitë e Zotit fuqiplot në brendësinë tënde, në zemrën tënde, në besnikërinë dhe sinqeritetin që duhet të kesh, në përmirësimin e dukshëm të qenies njerëzore. Largohu nga gjithë ata njerëz të cilët të largojnë nga Zoti, largohu nga ndalesat nga cilat të ndaloi Allahu xhelle xhelalu. Afrohu më shumë tek Zoti me përgjërime, me lutje, me adhurime, me bamirësi, me sadaka, me lëmosh, me gjithçka që ti ke mundësi ti ndihmosh njerëzve. Dhe edhe pejgamberi alayhi salatu wasalam ka thënë: "Ahabbu nasi illa Allah anfa'uhum linnas." Njeriu më i dashur të Allahu xhelle xhelalu është ai njeri i cili u sjell më shumë dobi i njerëzve të tjerë. Këto të bekura janë momentet më të mira për besimtarin. Andaj duhet ta menaxhojmë kohën në formën më të mirë, që të afrohemi tek Allahu xhelle xhelalu me të gjitha ato vepra me të cilat ai është i kënaqur me ne. Mundohu të lexosh sa më shumë Kur'an. Atë që lexon prej ajeteve kuranore mundohu të meditosh. Në atë që mediton mundohu të përkujtosh dhe në atë që u përkujtove mundohu ta zbatosh dhe ta hedhësh në veprim. Ky është besimtari i vërtet. Atëherë kurdo që të jetë nata e Kadrit, do të gjej ty në besimin më të fortë, do të gjej ty vigjilent, do të gjej ty njëri jo i hutuar si shumica e njerëzve të tjerë. Andaj dhe mëshira e Allahut të Madhërisëm do të jetë më e sigurt dhe do të shpresojmë më shumë mirësi dhe begatit e Zotit fuqiplot. Shfrytëzoje kohën në iftar, shfrytëzoje gjatë ditës kur je brenda shtëpisë dhe kur je jashtë shtëpisë, kur je me njerëz dhe kur je vetëm, kur je në makinë apo duke ecur, në të gjitha formën, në të gjitha momentet shfrytëzoje, sepse janë momente që nuk vinë më. Dhe kur zbres mirësia e Zotit fuqiplot, falja dhe mëshira e Tij, të jemi nga ata njerëz të cilët e meritojnë atë.